si do ta zgjidhni këtë kaos urban? Keni një zgjidhje? Shtegu i bicikletave sigurisht që do bëhet me njëherë, bile do zgjerohet edhe pak më shumë, do bëhet një studim paraprakisht që të jetë një shteg funksional, jo vetëm për bicikletat, po e shihni sigurisht se shumë edhe trotineta ka kohëve të fundit, edhe ai do jetë një shteg shumë funksional i cili do jetë në shërbim të rinjve, të gjitha atyre që kanë nevojë që mos lëvizin me makinën të to. Ndërsa problemi i kaosit në komunikacion do të zgjidhet me atë që ne kemi thënë deri tash, se do i zhvendosim gjitha institucionet, duke filluar prej policisë, prej gjykatës, prokurorisë së përgjithshme, avokatit shtetit, komunës, me gjitha njësitë rajonale që gravitojnë aty, e cila e bën pjesën më të madhe të kaosit urbanistik në qendër të Tetovës. Gjitha këto institucione do zhvendosen ku është kazerma sot e kësaj dite dhe do zhvendoset kazerma do shkojë në Erebing. Transporti publik nuk është që kryen shumë punë. Ka probleme si në aspektin financiar, por edhe një vetdije e qytetarëve nuk është që përdoret shumë. Fatkeqësisht, sot është më keq se para 4 vitesh. Funksionojnë më pak autobus dhe ajo që është e rëndësishme se ne do bëjmë një riorganizim të ri, do qarkullojnë më shumë minibus, sepse Tetova është ngulfatur prej veturave që parkohen gjithandej edhe e shihni çdo ditë se çfarë telashi shkaktohet me lëvizjen e autobuseve të mëdhenj. Ne do i bëjmë një riorganizim edhe sigurisht që do vëmë në funksion shumë minibus që do kenë më lehtë të qarkullojnë brenda këtyre rrugicave të ngushta to.